T'ju tregoj tani një video që është edhe për qeshë edhe për qamë, me thënë drejtën, sepse tregon realisht aktualitetin ton tragjikomik. Pra bëhet fjalë për një qytetar i cili shkon në një nga zyrat që janë të autorizuara për t'i shërbyer shoqërisë ose publikut, shkon për të marrë shërbim dhe gjen pikërisht këtë. Shikoni pak. Ora është 0:97 minuta. Jemi në zyrat e shërbimit social shtetëror drejtoria rajonale Tiranë. Filloj me radhë. Me radhë. Drejtori, s'është. Drejtori pushim. Drejtoria. Ndihma s'ka. Ndihma ekonomike s'ka. Bonus bebe s'ka Te njëri. bonus i bebeve 0. Ndihma ekonomike shërbime s'ka njëri. Asnjë tjetër. Specialist s'ka njëri. Specialistët me pushime. Vazhdojmë. IT s'ka njëri. IT-ja hajt, s'ka problem. Arkiva s'ka njëri. Edhe arkiva s'ka problem. Këtë zyrë nuk e di. Zyrën se di fare. Vetëm tualetin e burrave kanë në shërbim. Punë e mbarë. Me pak fjalë, zotëria ka shkuar ditën e premte, që supozohet të jetë ditë pune, ka shkuar në orën 9:07, pra të mëngjesit. Supozohet që ata të dalin në punë që nga ora 8 ose 8:30, më nuk e di se si janë orar, por 9:07 patjetër duhet jenë në punë. Ka shkuar atje për të marrë një shërbim, që si ka kush e shërbimi dhe ka gjetur të gjithë institucionin shkretëtir. Pra, as drejtuesa, as specialista, as zyra pune, as një gjë, por të paktën ka gjetur banjon e cila është gjithmonë e hapur për qytetarët shqiptar, të cilët s'kan ku ta bëjnë dhe futen dhe e bëjnë nëpër institucione. Nëse kjo ishte pjesa satirike e gjës, por ajo që është më seriozja është që ne vazhdojmë, paguajmë taksa, kërkojmë shërbime në shkëmbim dhe shërbimet janë nul, janë inekzistente sepse zotëria ka shku dhe si ka gjetë aty.